Pra është një fushë e shkencave që merret me studime, diagnostikimit dhe trajtimit të çrregullimeve të komunikimit, siç janë çrregullimet e të folurit, dëgjimit, të gjuhës dhe të kuptuarit. Thotë, kjo fushë ka për qëllim të ndihmojë individët që kanë vështirësi në të folur dhe të kuptuar dhe të shprehur, për të përmirësuar aftësitë e tyre të komunikimit dhe për të ndihmuar ata për të integruar më mirë do të thotë në shoqëri. Natyrisht, dhe ajo që doja të përmendi këtu, sidomos në vitin 2024, ju e dini që tani është ndarë do të thotë një buxhet nga ana e qeverisë që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve, sidomos ajo që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve sociale, ku hyn do të thotë në këtë domen edhe shërbimet për llogopedi. Dini që Ministria e Drejtësisë dhe sektorët tjera do veç kanë hapë thirrjen. Ky është një hap do të thotë progresiv. Natyrisht do të shohim do të thonë se si po ecë implementimi në mënyrën e duhur të këtyre projekteve, sepse tëra ka të bëjë për të pa do të thotë progresin në realizimin e projekteve adekuate. Dua të përmendi këtu tek komponenta e shëndetësisë. Ju e dini që kjo fushë kërkon në veten shumë digaster dhe sektor, sidomos ajo ku ka të bëjë me shëndetësinë, arsimin dhe aspektin social. Është shumë e gërshëtuar në mesvete dhe për këtë arsye edhe sot kemi thirrë post profesionistëve dhe instanca përgjegjëse në këtë lëmi. Nëse jam në dieni, nëse nuk gaboj, do të thotë nga 2 logoped që kemi pas në institucionet publike, tani kemi një numër që është rrit në 5. Nuk mund të themi që është e kënaqshme, po do të thonë shohim një lëvizje në këtë aspekt, ku flas do të thonë te komponenta e shëndetësisë dhe e përmenda aspektin e edukimit, arsimimit që është një nga fushat kyçe. E dim që ligji për femirinë e hershëm do thotë ka hyrë në fuqi dhe parasheh aty ky ligj bashkëpunëtor do thotë profesionist që mendoj në veprimet që do merren në zbatim të këtij ligji shohim, si themi, një hap progresiv më tem, sidomos te kjo komponent. I nderuar lek, të nderuar përfaqësues të institucioneve, organizata anëtare, kolegë dhe bashkëpunëtor, si koalicion i organizatave për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, jemi shumë të lumtur që jemi sot bashkë me organizatën Z dhe me zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrit për të shënuar ditën evropiane të logopedisë në Kosovë. Aq më shumë na gëzon edhe fakti që për herë të parë kjo ditë po shënohet në bashkëpunim me Republikën e Kosovës, që shënohet pra në këtë mënyrë për herë të parë në Kosovë. Organizata Z është organizatë anëtare brenda Konfit dhe me thënë drejtën, ne jemi krenar bashkë me organizatat anëtare, që kemi edhe organizatën Z edhe lekën, që përveç shërbimeve logopedike dhe shërbimeve të tjera, të cilat i ofrojmë për fëmijët që ka nevojë, ka në fokus dhe ndër prioritetet e tyre edhe fuqizimin e shërbimeve logopedike dhe fuqizimin e rolit të logopedit në Kosovë. Jo rrallë herë në diskutimet tona, pavarësisht për çështjet që flasin për mbrojtjen e fëmijëve, është organizata Z aty që vjen gjithmonë me propozime se çfarë mund të bëjmë që të fuqizojmë rolin e logopedit në Kosovë. Kjo si ditë mund të themi që shërben për ngritjen e shumë çështjeve rreth logopedisë në Kosovë dhe rolit të logopedit. Fillimisht është një ditë, po që nuk duhet të jetë vetëm kjo ditë, duhet që të jetë gjatë gjithë vitit, që punohet sa më shumë në vedisim të prindërve, në vedisim të trive, të qytetarëve në përgjithësi, për rolin e logopedit në Kosovë dhe sidomos tek fëmijët. Dhe e dyta, kjo si ditë shërben edhe për të avokuar dhe për të ngritur zërin për gjitha këto sfida dhe shqetësime që logopedët sot hasin në Kosovë, por jo vetëm logopedët, por sidomos fëmijët të rinj që ka nevojë për shërbimet logopedike. U përmend edhe nga zotëri Habit Haridini që
numri i logopedëve në institucione publike është shumë i vogël. Është punuar në kornizë ligjore, në ligjin për mbrojtjen e fëmijës, në ligjin për edukim në fëmijët e hershme, pra kemi një kornizë të mirë ligjore që garanton shërbimet dhe ndërhyrjen në fëmijët e hershme. Megjithatë, kur flasim për burimet njerëzore, për kapacitetet njerëzore dhe profesionistët që ofrojnë shërbimet, sidomos në fëmijët e hershme, ne domethënë kemi një mungesë shumë të madhe. Është e vërtetë ajo që ka subvencione të cilat ofrohen për organizatat jo qeveritare për ofrimin e shërbimeve sociale. Por këto subvencione nuk mbulojnë të gjithë nevojat e të gjitha shërbimet të cilat janë të nevojshme në Kosovë për fëmijët dhe për të rinjt apo edhe për qytetarët, individët të cilët ka nevojë për shërbimin e logopedit. Dhe kjo pastaj sjell një situatë që shumë familje tek ne, pra detyrohen që të marrin shërbime nga sektori privat, që kjo nënkupton barë e rënd për xhepin e qytetarëve tanë, dhe dim që shërbimet e logopedit janë shërbime jetike, të cilat ndihmojnë shumë dhe përmirësojnë aftësitë të folurit dhe të komunikimit. Prandaj kjo le të jetë një ditë përveç ngritjes së vedisimit të prindërve dhe qytetarëve për rolin e logopedit në Kosovë, të jetë edhe një thirrje drejtuar institucioneve, drejtuar edhe qeverisë, por edhe komunave, që duhet të investojnë në themelimin e këtyre shërbimeve, pikë së pari në komuna e pastaj edhe më gjerë. Po do t'ishte shumë mirë pse jo dhe në institucione arsimore, ashtu sikurse që janë në shumë vende të tjera. Munden me tingëllun është si kritik në atë aspekt, mirë po kisha dashur që sidomos institucionet shtetërore këto mi marrë si kritik konstruktive në atë aspekt. Pasi që une si individ, si logoped, kisha pas qejf që me pa logopedin më mirë në të ardhmen në atë aspekt. Andaj po shpresoj që këto ana që i kemi mbledh prej hulumtimeve me shërby paka shumë që mu punu më shumë në këtë fush edhe me e përmirësu sa do pak në atë aspekt. Kisha dashur me fillu prezentimin, fatkeqësisht atje nuk po shfaqet, mirë po besoj që edhe kështu ini me ndëgju, përmes një hulumtimi që e kemi bo para tash 5 vjetëve, dhe me thonë në vitin 2020, për gjendjen e logopedisë në Kosovë, ku fillimisht jemi fokusu në ato kapacitetet që i ka pas Kosova në vitin 2020, sa i përket logopedëve. Në vitin 2020 gjatë hulumtimit e kemi pa që kanë qenë rreth, pasi që nuk është një numër i saktë në atë aspekt, rreth 400 logopedë të diplomuar. Që ka qenë shqetësuese në atë aspekt, ka qenë që prej këtyre 400 të diplomuarve, veç 27 logoped kanë qenë të licencum. Të me thonë, forca punëtore e logopedve në Kosovë ka qenë vetëm 27 logoped të licencum. Sa i përket kualitetit kësaj, pastaj është bodhe një hulumtim edhe më i thellë, ku prej 27 logopedve të licencum, vetëm 7 prej tyre kemi qenë me edukim të vazhdueshëm, do me thonë master, PhD e tjera. Ku edhe më rrim andej të statistika nashta me thonë më shqetësuese që ka qenë qoftë për neve si organizat, qoftë që ishtë dasht me qenë edhe një statistikë shqetësuese për shtetin, që në vitin 2020 kanë qenë vetëm 2 logoped të angazhuar në sektorin publik, ku i vetmi vend në sektor publik ku është ofru dhe që vazhdon me ofru shërbimi logopedik, është qendra klinike universitare ose klinika e ORL-s. Ndërka që 25 logoped të tjerë kanë qenë ose të angazhuar në sektor privat, ose në sektor jo qeveritar, ose nuk kanë qenë të angazhuar si logoped fare. Një shifër për cilën unë nashta nuk isha dashur nuk krenu në atë aspekt, mirë po është shifër e cilat qëndron, është numri i shërbimeve logopedike të licencuara gjatë vitit 2021, ku në kuadër të SHSKUK-s ose QKUK-s, klinikës e ORL-s, janë ofru vetëm 379 shërbime logopedike
ortopedike. Kjo pak a shumë përkthehet në atë aspekt që shteti i Kosovës i ka ofru vetëm 379 shërbime logopedike, ku në anën tjetër organizata Z, që është një organizatë e re me thonë, edhe organizatë e vogël, gjatë njëjtit vit i ka ofru 2 fishën e këtyne shërbimeve. Po besoj që në njëjtën kohë ka pas edhe organizata tjera të shoqërisë civile që kanë ofru shërbime logopedike, duke qenë se na e dim pak a shumë që shërbime logopedike nuk janë vetëm për persona që kanë çrregullime vetëm të komunikimit. Ka raste të çrregullimeve tjera, që është për shembull autizmi, Down syndrome e tjera, ku çrregullimet e komunikimit janë se çrregullime përcjellëse në atë aspekt. Edhe rrjedhimisht kërkojnë shërbime logopedike. Unë e përmenda pak a shumë sa kanë qenë shërbimet që janë ofru, kisha dashur pashtu me undal në bazë të ulumtimi me të ana të përditësume se sa ka qenë nevoja nashta që me u ofru. Në vitin 2019, sipas një raporti që ka publikuar UNICEF-i, kanë qenë rreth 30.000 fëmijë me aftësi të kufizuar vetëm në shkolla fillore. Kjo do të thonë pa i numëru fëmijët që janë në përqerdhe, pa i numëru në shkollat mesme, ose pa i numëru ata që nuk shkojnë në shkollë fare.